Në makinën e qojmë për me këshyre, me servisuan, pse për me erujtën. Nuk do me thonë ti pse s'ka ardhën si vjetë e tash kime vdekën. Nuk do me thonë pse i ki yndynat, po ti risku të rritet. Do me thonë risku të rritet për me për smundje kardiovaskulare. Kështu që po janë të nevojshme, jo veç janë të nevojshme, janë të domosdoshme kontrollat rutinore, kontrollat e përveçme, kontrollat sistematike, janë imediate, janë të patjetërsueshme. Bota e civilizuar i bën ato. Në Gjermani, në Zvicër, kur vinë qytetarë më kontrolluan prej Gjermanisë, unë e kumbo se na për çdo vjet e bojmë. Do të thonë pse ai po bëj ka për çdo vjet? Për çka po dëshka më buan për çdo vjet? Në makinën e çojmë për me këshyre, me servisuan, pse për me erujtën. Nuk do me thonë ti pse s'ka ardhën si vjetë e tash kime vdekën. Nuk do me thonë pse i ki yndynat, po ti risku të rritet. Do me thonë risku të rritet për smundje kardiovaskulare. Kështu që po janë të nevojshme, jo veç janë të nevojshme, janë të domosdoshme, nuk dilet gjithherë sigurt. Për shembull, kanë ndodhur në Beograd e kanë majtën 1 muaj, e kanë majtën në spital, e kanë shuajtë se mirë të shtëpia, te stacioni trena ka vdekur njëri. Domethënë nuk ka kjo këtu një nuk bojnë 2, këtu një bojnë 5, kanë herë bojnë 7. Por me seriozitet të shtumë, me kontrollat të vazhdume të shtume, domethënë musi që i rrin gati televizorit e shtëpia, kompjuterit që i rrin gati makinës tonde, me kontrollat të shtume, me aktivitet fizik të matur, domethënë se bën si i rive si i vjetri, domethënë me aktivitet fizik, me ushqim të rujtur, me pasën mundësi sa ma pak me hongër është ma mirë, domethënë edhe pse nuk po mundemi me pasën çfarë ideje sen, edhe një moment të rëndësishëm që nuk e përmendëm edhe që ka vend për shkjellim edhe për është menaxhimi i stresit. Kjo është njësi e veçantë, është njësi ku duhen hulumtime, jo mbo hulumtime në botën e përparume. Kjo është një dukuri shumë e rëndësishme, mundësia e menaxhimit të stresit. Nëse arrini me menaxhuar stresin në mënyrë të drejtë, kvaliteti i jetës juve domethënë ka një përmirësim shumë të mirë. Për audiencën e juve, kom pyet për një plak i cili deri në 94 vjet ka vozitën bicikletë, po normal që një kohë më hershme kanë treguar se nuk ka pasën diçka shumë interesante edhe të veçantë në disiplinë shumë të veçantë në ushqim e sen, por një thanë o konën shumë sabërli. Domethënë kjo sabërli, që nuk është fjalë shqipe, flet për menaxhimin e stresit. Është i mrekullueshëm, është i madhërueshëm ai i cili e menaxhon stresin. Stresi i menaxhum mirë ka konsekuenca shumë pozitive në shtetin e ju. Andaj, në këtë botë të stresit të shtumë, në këtë botë, kështu që po vlon, në këtë botë kur na reagimet i kemi shumë të shpejta dhe shumë jo të duhura, do të ishte me rëndësi sikur me mundën me menaxhu si duhet stresin. Për këto ekzistojnë shkolla, ekzistojnë studime, ekzistojnë tregime të ndryshme me i dhonën zor se qysh me menaxhuar. Por po them, prapë po folmi për ato faktorët e ndryshueshëm, janë ata të cilat janë në dorën tonë, janë në vullnetin tonë, të cilat na mundemi me ndryshuar. Cigara mos me pijen, e kena thonë edhe disa herë kena thonë mos me pi dohan shumë e çuditshme, s'po them e çuditshme, ndoshta në të jetë e vërtet. Për shembull, kena pas menduar që një gotë rakin në mëngjes nuk është. Studimet pokazojnë që s'bën hiç. Domthonë, studimet pokazojnë që alkool nuk bën me pi hiç. Edhe kjo na jep me kuptuar që jeta e njerit domethënë kërkon disiplinë, pak nuk mundemi më ulçuar krejt në kënaqësitë e çast.